tonin, edhe si thamë edhe më herët, shpresojmë që kjo çështje tepër e palogjikshme të zgjidhet sa më shpejt. Është si Sardina, jemi duke i mbuluar edhe përcjellur edhe zgjedhjet, bega për ekipin e lajmeve të News Desk-ut të Klan Kosova TV, që edhe dje ka sjellur program special gjithditor, po vazhdojmë të përcjellim edhe sot, edhe ka pas edhe në radio, nëse ka bëj ekipin në lidhje nga Tirana. Allo, mirëdita, mirëmëngjes Tirana. Ju flet Tirana. Mirëmëngjesi Altiona dhe Amantina. Mirëmëngjesi edhe për juve. Po, sot e hane Tiranë që ka një ditë e bukur, po na tregon si ka rrjedhur nata, sepse nata zakonisht në Shqipëri ka pas tensione nga zgjedhjet e kaluara. Mëngjesi po më duket i qetë, a ka mundësi që partitë opozitare mos ta pranojnë rezultatin, sepse kanë pas asnjë indikacione? Por fillimisht, komplimente për juve ishit fantastike në raportimin për zgjedhjet e Shqipërisë. Keni raportuar që nga dita e premte. Keni qëndruar atje. Faleminderit shumë. Po, në fakt, Tirana, si që dhe po shihet mbrapa, është e qetë, dita është e nxehtë, nuk ka qenë nata e tillë, po besoj që nata ka qenë paralel bashkë edhe me gjithë ata që kanë kandiduar për deputet, por sidomos për dy partitë, atë socialiste dhe demokratike, me qenë se gara kryesore ka qenë në mes të këtyre dyjave, patjetër që edhe partive të tjera më të vogla. Në fakt, unë kam qenë, të themi ashtu, më afër Partisë Demokratike të Kosovës, dhe marr shkas nga pyetja juaj. Sali Berisha është pyetur disa herë a do ta pranoj verdiktin e sovranit. Ai ka thënë që jo në mënyrë direkte, por që gjithsesi ka thënë që votat e tyre do të jenë për Partinë Demokratike e Kosovës të Shqipërisë, më falni, dhe patjetër gjithmonë ka qenë optimist për këtë, dhe sa herë që ka dalë në konferencë për media, përveç që ka bërë thirrje qytetarëve që dalin të votojnë, sidomos pak ditë më parë është drejtuar edhe diasporës, sepse janë parë votat e tyre si një shpresë për një numër të votave më të mëdha, por që optimist ka qenë patjetër. Rezultatet këto sa kemi tani nuk është që thonë të njëjtë në fakt, ne kur ishim edhe në selin e Partisë Demokratike mbrëm, ka qenë qetë vendi, ani se vinin kandidatët dhe gjithë partijakët e asaj partie, nuk është që donin flisnin, vetëm i shikonin rezultatet, konferencat KQZ-s, ndërkaq në konferencën që e mbajti të dytën dje Sali Berisha, ai tha që kjo është dita e fundit e qeverisjes së Edi Ramës dhe që po vjen një fillim i ri për Shqipërinë, kjo për shkak të Partisë Demokratike. Falenderoj gjithë ata që kanë votuar dhe u shpreh shumë optimist, por nuk i las njëherë akuzat, të themi edhe ofendimet kundrejt rivalit të tij më të madh Sali Berishës. Ndërkaq ne patjetër që jemi ende në pritje të rezultateve përfundimtare për të parë kështu, por nga ato që kemi parë shihet dukshëm që përpara është Partia Socialiste, e cila ka përcjellë më shumë Altiana, ka qenë më afër. Klan Kosova TV dhe Albanian Post me një në 19:30 i treguan rezultatet e një exit polli, e që si duket edhe nga rezultatet momentale që po i shohim, po del që është aty këtu plus minus ndoshta një deputet. Partia Socialiste momentalisht i ka 52.5% të votave në nivel kombëtar, po flasim. Partia Demokratike pak mbi 34 dhe pastaj janë këto parti tjera. Çka do të thotë se pak a shumë do të dalë rezultati i exit pollit? Po, Ari, është e vërtet, ka një parafrim shumë të madh të rezultateve të exit pollit, i cili u publikua ditën e djeshme, me ato se çka janë në realitet sot në terren, përderisa e dim që për plot vota vetë se kanë filluar të numërohen, marr parasysh edhe ato të votimit elektronik, por edhe diasporës, që përmendi edhe Amantina më herët, të dy partitë që kanë qenë në një luftë frontale politike, themi ashtu, e kanë parë si një rrugë që do t'i shpëtoj një përqindje të madhe të rezultatit. Për pjesën se a do të pranohen këto rezultate, s'ka se si të mos pranohet fitoria nga Edi Rama, gjë që tashmë vetë se dihet edhe nga këto rezultate dhe nuk do të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh sa i përket kësaj, por se a do të jetë përqindja e cila do të dalë nga këto rezultate preliminare e kënaqshme për ta, nuk e di sa mund të jetë krejtësisht e kënaqshme kjo, sepse edhe nga parashikimet që të njëjtit kanë pas për të fituar mandatet e tyre kanë qenë të përafshme,
afërta, sikurse exit polli, por edhe deklarimet që ka pasur vetë Rama në media, ani pse për plot analist kanë thënë se i njëjti ishte treguar dorë shtrënguar, sepse do të fitoj edhe më shumë mandate. Situata aktualisht është e qetë, kemi pasur një deklarim pak më herë nga kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila ka folur në lidhje me mos publikimin e rezultateve të votimeve elektronike në shkollën përkatësisht të qendra konferenca e Pezës, gjithashtu edhe njësia e Vorës, ku edhe ndodhi edhe incidenti që kanë qenë dy sisteme më të veçanta se sa qendrat e tjera ku është votuar realisht. Po, por kam një pyetje në fund për ju të dyja. Ju keni raportuar edhe në zgjedhjet që ishin pra në Kosovë, në zgjedhjet e nënshkurtit. E dim që si televizion kemi pas, jo si televizion, por në përgjithësi si gazetar kemi pas ato sfida tona të raportimit. Por shkurtimisht një krahasim se si ishte raportimi, do shta keni pas edhe motin pak më të mirë, apo jo, atëherë ka qenë goxha ftoft për neve kur kemi raportuar, e mbaj men Amantina ka qenë në Istog, ndërsa Altiona në Mitrovici, ja se si e mbaj men. Kështu që na tregoni pak shkurtimisht si ishte eksperienca e raportimit për zgjedhjet e Shqipërisë. Po, me thënë të drejtë, ne kemi diskutuar dhe bashkarisht me Amantinë dhe ka qenë një ambient shumë i ngrohtë, si nga mikpritja që kemi pas prej qytetarëve, po ashtu edhe kolegëve gazetarë të shumë të gjitha mediave që ndodhen këtu, por edhe çka na u ka duk parafërsisht si çudi krahasuar me situatën në Kosovë, kemi pas një sjellje e mirëkuptim të jashtëzakonshëm, themi edhe prej partive që janë zyrtarëve të këtyre partive, si nga Partia Demokratike, njashtu edhe ajo socialiste, edhe zyrtarët e tjerë në qendrat e ndryshme, institucionet e ndryshme që lidhen drejt për së drejti me zgjedhjet, si ata nga drejtoria e përgjithshme e policisë, ku vetë drejtori madje është deklaruar për neve, po ashtu edhe nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi, që Amantina ka zhvilluar një intervizë me të, edhe marrë parasysh situatën aktuale me mediat në Kosovë, këtu ka qenë diçka krejt tjetër, e sidomos kur jemi prezantuar si gazetare nga Kosova, çësia ka ndryshuar totalisht edhe nuk ka qenë as pak e vështirë që të raportojmë. Po, na vjen mirë që të ndëgjojmë këtë, e dim që këtu janë zgjedhje shumë të rëndësishme për shtetin shqiptar, sepse dim që Shqipëria tash një kohë i ka hapur bisedimet dhe i ka hapur kapitujt e negociatave për të antarësuar në Unionin Evropian, dhe të gjithë ata këshilltarë, sepse kemi edhe këshilltarë ndërkombëtar, Odiri, dhe këta kanë edhe analistët deklarojnë që kjo është një provimi i fundit, dhe nëse zgjedhjet shkojnë që respektojnë atë standardin minimal të demokracisë, atëherë Shqipëria e kalon një provim të madh, e si duket është në rrugë për ta kaluar, apo jo, kolege? Në fakt, po, nëse e themi kështu, por rastisi që dita fundit e fushatës elektorale të jetë në ditën e Evropës, në po të njëjtën ditë dy liderët partijak, ishte për shembull Edi Rama, i cili tha se kishte marrë një konfirmim nga Bashkimi Evropian se po përshpejtohet procesi për ta futur Shqipërinë në BE, ndërkaq ishte Sali Berisha, i cili tha se pikërisht nëse ditë po jep lajmin se Partia Demokratike ka futur Shqipërinë në NATO dhe të njëjtën gjë do ta bëj edhe në Bashkimin Evropian. Edhe me qytetarët kur kemi biseduar, kur kemi pyetur se çfarë presin pas këtyre zgjedhjeve dhe cila do ishte ajo mangësia që do donin ta plotësonin pas këtyre zgjedhjeve, kanë thënë që ndoshta më e mira dhe më dura për te gjërave të mbrëmshme do donin antarësim në Bashkimin Evropian, sepse kjo është një rrugë pak më lehtë shtruar për një mirëqenie më të mirë të të rinjeve, sidomos tek ana e punësimit në karriera të ndryshme. Po. Artina, nëse s'ki diçka më shumë, kishim përshëndet, po vajzat, jemi edhe 2 minuta bashkë. Faleminderit shumë. Edhe të juve, edhe ekipit që është krena, mbrapa perdeve, edhe të gjithë logjistikës. Kamermanëve Ronit dhe Labeatit, të jemi të sakta, po. Edhe drajverave, edhe të gjithë ato shoferit Jahirin e përshëndesim. Edhe faleminderit, ju do të vazhdoni të qëndroni në Tiranë dhe do të raportoni për edicionet e rregullta dhe speciale në Klan Kosova TV, por pse jo në Klan Kosova FM. Faleminderit shumë. Ju falenderojmë shumë, pra. Faleminderit juve. Mirupafshim. Ishim me kolegët nga Tirana, të cilët kanë përcjellur dhe vazhdojnë të përcjellin të mbulojnë zgjedhjet në kombëtare në nivel nacional. Pra sipas gjitha gjasave, megjithatë Edi Rama përsëri do të arrijnë shumicën për ta krijuar qeverinë. Është 71 tek Shqipëria, te na është 61, te na nuk po mundna me kaluat numrin magjik 57, dhe nëse zgaboj nesër është tentimi i radhës, apo jo Artina?
apo piqesim në gjykatën kushtetuese. Është dhënë ato speciale. Apo qesëm na dy, a Hikmet e Bajrami, apo shkojna bashkë me Hikmet e Bajramin. Kështu që miq të dashur, po ju lajmërojmë që nga tani që nesër nga ora 10 do të ketë speciale në Klan Kosova dhe emisioni Fol me Arin është në fatin e ditës së mërkure, me tentimin e radhës për të mbajtur emision, pra. Po e themi në mënyrë të shakos, por nesër është hera 15. Hera 15 tentimi i radhës. Për fund, sot është dita ndërkombëtare e infermerisë, QKMF-ja thot se roli i infermierëve është i pazaventueshëm, keni edhe lajme me foto shumë të mirë nga një motër medicinale cila na bën zemrën, edhe na e bën